A lejohet që të bëhet betim mbi Kur'an dhe nëse e prish betimin çfarë ndodh? Nuk lejohet që njeriu ta thyj betimin në asnjë mënyrë. Ndërsa betimi mbi Kur'an lejohet si një formë për të ndërgjegjësuar njeriu që betohet. Për këtë arsye kam pas thonë në për librat e gjykatës islame, dhe i thuhet personit kur betohet thot për ditë xhumaje. Të betohet në kohën mas ikindis. Pse? Për t'i dhonë në rëndësi situatës. Dhe më përpara, moçmit, kur bëhet fjalë për gjak, kur bëhet fjalë për vjedhje, kur bëhet fjalë për imoralitet, e thirrnin personin tek i cili kishte shenja që të betohej. Mirë, po betimi i thjesht nuk e vën tjetrin pozit dhe nuk e ndërgjegjëson. Çfarë thoshin veje dorën mbi Kur'an? Betohem në Kur'an, ose betohem mbi Kur'an, ose betohem për këtë Kur'an. Betimi është i saktë, sepse Kur'ani është fjala e Allahut. Betimi është i saktë dhe Kur'ani është fjala e Allahut. Thyrja e betimit, si me dorën mbi Kur'an, si dorën poshtë Kur'anit, si dorën anash Kur'anit, si pa vu dorë fare në Kur'an, dhe ti betohesh rrënjshëm, do ta japi efektin. Nuk ka dyshim që do ta japi efektin.